Nana zylin, si i thojnë ne. Faleminderit. Sepse ka pa trailerin, edhe tu më smujt me ardhë, ka thonë, unë po jetë, ka me kenë. Mirë mbrëma gjithëve, mirë se keni ardhur. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj në ndërim të figurës time artistike. Shumë faleminderit. Ju keni qenë edhe jeni përsëri frymëzimi jonë. Jeni shpirti jonë, jeni zemra jonë. Ju faleminderit shumë, shumë faleminderit për ju. Spari falenderoj radio televizionin shqiptar. Respekt edhe mirënjohje për këtë televizion, i cili na bani të njoftun të gjithë artistat shqiptar. Ka qenë i vetmi televizion në atë kohë. Shumë faleminderit për i televizionit shqiptar. Respekt. Faleminderit Klodians. Ka punu me orë zgjatuna, kina folë në telefon shpeshherë vonë. Shumë faleminderit Klodiana, të takon se je mes Shkodre. Për tezën zilë. Faleminderit Zenit, se kështu atë rasin. Një njeri me fjalë pak, me punë shumë. Shumë faleminderit. Jeni lodhë, jeni mundu, por keni punu shumë bukur. Me sa mora veshtë. Unë kam për herë parë sonte, se nuk e kam pa dokumentarin, pra dhe kam edhe shumë emocione. Faleminderit, Gjed, shumë faleminderit. Ju lumë shindurt dhe inshallah gjithmonë gjanat bukra. Faleminderit. Faleminderit Astrid edhe prej teje. Du të falenderoj regjizorin, Arjan Quliqi. Një regjizor i mrekullueshëm, regjizor i 30 sa filmave humoristik, regjizor i disa shfaqjeve suksesshme të estradës Shkodrës. Faleminderit Arjan. Shumë faleminderit. Du të falenderoj Bashkinë e Shkodrës. Në radhë parë, kryetarin e kësaj bashkie, të mrekullueshmin Benet Beci. Na është përgjigj me të gjitha kërkesat që kemi patur. Më vjen keq që sonte nuk është këtu, për arsye madhore të tijat, dhe nëse i kalon punë të kryme. Sonte kemi të ftuar edhe artist që kanë ardhur nga larg, nuk e shoh Sevdai Eradogoshi me Zojen, ka nga Kosova, aktor i madh shqiptar, jo vetëm kosovar. Ka Zerudin Dokle me bukuroshen e ti Kleopatren, ka nga Bulgaria, sigurisht është larg. Një aktor dhe regjizor i suksesshëm me shfaqjet që ka bërë në Shkodër. Urime, Zerudin. Mirë se keni ardhur. Agimin nga Peshkopia, Agim, mirë se ke ardhur. Faleminderit se ke marrë. Shumë faleminderit. Ju është përblefsha në gëzime. Dhe nuk i shoh. Po, sigurisht, edhe tjerë që kanë ardhur, faleminderit shumë, më kanë nderuar, më kanë respektuar shumë. Unë dua të falenderoj edhe institucionet tjera shtetënore të Shkodrës. Dua të falenderoj kryetarin e Këshillit Bashkiak, zotin Oltjon Luli, me Zojen, kryetarin e Këshillit Qarkut, zotin Edmond Nou, me prefekten Zojen Majlinda Angoni, edhe gjithë tjerë që janë pjesëtar punë
punës sonë me këte dokumentar të bukur. Të shi unë më atej për s'podi që me thonë se kam thonë edhe këtu në dokumentar, ju falenderit gjithve. Shikim të këndshëm. Дуже